Mëlgjimtarët kanë nisur të mbërrinë në vendlindje për pushimet verore. Televizioni 21 ishte këtë fundjavë në pikën kufitare të Tabanocës, ku takoi shumë bashkëdhetar që kishin udhëtuar mijëra kilometra për të kaluar pushimet me familjet e tyre. Disa prej tyre thonë se kthehen të paktën 2 herë në vit dhe përpiqen t'u apërcjellin edhe fëmijëve lidhjen me vendlindjen. 2 herë në vit, me pas mundësi edhe më shumë, vendlindja të ngret gjithmonë. Mendoni që edhe fëmijët tuaj do vinë? Po aty janë interesi i prindve ngov se i vjen fëmija kur t'jen të vogël, i ngre vendlindja sa më shpesh me aq as më mirë. Cili është mesazhi mëlgjimtarëve që nuk po vinë kohë të? Po, them se gjithmonë duhet ta vinë vendlindje, t'i afrojnë fëmija sa më mirë. Një mëlgjimtar nga Gjermania thotë se jeta atje nuk është aq e lehtë sa mendohet dhe se shumë të rinj krijojnë një perceptim të gabuar për emigrimin. Po i kanë marrë popullin me rejna shqiptar se në Gjermani ka parë, Gjermani nuk ka parë. Këta jënë këtë manipulime. Këta i këshirin kjerët, zivajnë me kjerët mëdhe, këta jënë kretë i marrin retakare. Deri këta u jënë, me shufa. Ma mirë të rinë vend vetë. Unë ka të na më shumë, edhe më shumë paguhet që agje. Për një banjes 1400 herë, 1500 herë didhama. Unë nuk e di qka me ndojnë kjo rinie zi me hikë, për venit tënë. Unë e kum pa qare, ose unë jam zi 54 vjetë, unë pim 7-10. Ka dhe nga ata që besojnë se diaspora do të ishte më e gatshme të kthehen nëse do të kishte më shumë mundësi dhe një klim politike më të favorshme në vend. Këtu për të dhënë mesazh rinis duhet të ndryshojë shumë këtu ana politike. Në qoftë se politika nuk ndryshon këtu do të mbrazin, do të ngelin veç pleqt, sikur që kanë ngel në përkatundë. Dhe thonë, në qoftë se ndryshon situata politike, gjithkush është i gatshëm të vijë të kthehet pra. Ne vim këtu, diplomojmë këtu edhe largohemi nga këtu. Dhe thonë, kjo është ajo për të siguruar një vend punë të detyrohesh ti je shantari një partie politike. Edhe njerëzit të cilët udhëheqin partitë politike i kanë nga 3 ditë shkollë. Edhe inteligjenca nuk ta lejon ti të bish në nivelin atin. Tërkaq nga Ministria e Punëve të Brendshme bëjnë të ditur që fluksi udhëtarëve në Tabanoc është rritur ndjeshëm gjatë ditëve të fundit. Sipas të dhënave zyrtare, nga mesdita e 16 korriku deri në mesditën e 18 korrikut, në vend kanë hyrë 11.194 shtetas, ndërsa kanë dalë 4.794 shtetas. Ministria e Brendshme njofton se në pikën kufitare po punohet me kapacitet të plotë për të përshpejtuar kontrollet policore dhe doganore. Sipas tyre, fundjava e 3 e korrikut ka sjell një nga flukset më të larta të sezonit veror, ndërsa intensiteti i lëvizjes pritet të vazhdojë deri në mesin e muajit gusht.